Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam venduar se përgatit një gulash shpejt edhe të shishëm. Krejt që kanë në vitën prej përberzve janë 10 qepi ku ngri 1 kg mish të viçit, 500 gram solc të domotave, vaj, 1 lugë të gjellës me biber të kuq, 1 lugë të gjellës mill, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të mesme hudhër, 1 lugë të mesme me biber të zi, 1 lugë të çajit krip. 10 qep pra i kom ngri edhe tash të nxirën e kom marrë qes vaj me unë nxeh. Ka mungu një 2 javë ekstra për ju e motra që mbas Ramazanit keni thonë njeri kemi shtu peshk, kështu që vazhdoni pra me dietën, mos një oprish, sepse me postu ashtu kështu si shanal për si oprisha. Edhe kam qenë pra, si që keni po në Kosovë, jem knoq, shetit e nena, dela nena, hajde dikush, kështu që vazhdojna prap me receta. Tash qesim pra vajnë të nxire edhe lojna që të nxehet. Derisa të nxehet vaj, tek mishi hedhim 1 lugë të gjellës pra me mill, edhe e përzina mishin e viçit me mill, kështu me duar, se të nxehet pra edhe vaj e qesim mishin, që ta kaverdisim. Vaj është nxehur, tash marrim pra mishin edhe qesim. Kaverdish. Shtojna tash qep. E përzina qep nga mishin, mandej e lojna që të kaverdisen mirë e mirë të duhet që bështu për një 35 minuta gjithë. Vetë qep nga mishin. Më lojna po të nxirën, ka pak edhe lojna që të kaverdisen. Pas 35 minutave, tash të marrim me mesa që i komplement, vegetën, hudhrën, biberin e kuq, biberin e zi, kripën, përzina. $500 gram salcë të domotave. Shtojna ujë të vaj, pra të nxehtë. Përzina, edhe mbulojna të nxirën ka pak, e lojna pak që të zihet edhe gullashi. Temperaturë prej 9 e ullim po temperaturën e 4. Gullashi është zi, pra edhe 1 orë e kom zi masanena, pra 1 orë e 35 minuta. Duket kështu, pite e shtreme e kom pjek, po ashtu me pete bleme ose tira, pyrea, edhe ajo kujtuan këta tabakat e dorsmave, ose se s'po më thonë tash të ndeka kur kanë qitë, por për dorsma po them, bashkë qështu për shërbejna, si kur të një herë një gullash në për dorsma që të ka knoq. Neve na baft mirë, e juve po ashtu nëse provani. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit. Ju them miru po fshim.